Debati për zgjerimin e Bashkimit Evropian po hyn në një fazë të re, i nxitur nga zhvillimet gjeopolitike dhe kërkesat për një proces më të shpejt, shkruan Maria Stojanovic. Në qendër të diskutimit është kalimi nga modeli tradicional i antarësimit drejt formave më fleksibël, veçanërisht për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Ukraina. Sipas analistëve, një nga alternativat më të përfolura është integrimi gradual, një qasje që u lejon vendeve kandidate të përfshihen pjesërisht në politikat dhe tregun e përbashkët të BE-s, bazuar në progresin e tyre në reforma, pa ditur antarësimin e plot. Kjo ide ka marrë shtys edhe nga kërkesa e presidentit të Ukrainës, Volodymyr Zelensky, për një datë konkrete antarësimi, por ekspertët theksojnë se një afat i tillë është i vështirë të garantohet për shkak të procedurave të gjata dhe nevojës për unanimitet mes shteteve anëtare. Në këtë kontekst, Komisioni Evropian përshkruan 3 skenarët kryesor: ruajtjen e modelit aktual, integrimin gradual dhe një proces të përshpejtuar politikisht, sidomos për Ukrainën. Megjithatë, këto ide nuk kanë gjetur ende mbështetje të plotë, ndërsa disa vende anëtare shprehin skepticizëm dhe rezerva për ndryshime të mëdha. Ekspertët paralajmërojnë se një reformë radikale e procesit mbetet pak e mundshme. Në vend të saj, integrimi gradual shihet si kompromisi më realist, duke balancuar nevojën për zgjerim me kërkesën për reforma të thella. Ky model parashikon që vendet kandidate të integrohen fillimisht në tregun e përbashkët dhe në 4 lirit bazë, më pas në zona si zona Schengen dhe në fund në Eurozonë. Një qasje e tillë do të krijonte një proces më të besueshëm dhe të matshëm drejt antarësimit. Për vende si Shqipëria dhe Mali i Zi, kjo mund të përkthehet në përfitime konkrete më të shpejta, duke rritur motivimin për reforma, ndërsa për Ukrainën ekziston rreziku që kjo të perceptohet si një pritje e zgjatur. Ndërkohë, ideja e antarësimit të njëkohshëm të vendeve të Ballkanit Perëndimor mbetet e diskutueshme. Disa ekspertë mbështesin parimin e regatës, ku çdo vend përparon sipas meritës së vet, duke shmangur bllokimet politike që mund të pengojnë të gjithë rajonin. Në këtë sfond, teksti mbetet tek sundimi i ligjit dhe stabiliteti politik. Zyrtarë evropian paralajmërojnë se vendet me ndikim të jashtëm destabilizues nuk mund të bëhen pjesë e BE-s pa përmbushur plotësisht standardet. Si alternativë po diskutohet edhe krijimi i një statusi të ndërmjetëm që do të ofronte vendeve kandidate integrim më të thellë ekonomik dhe politik, pa qenë ende anëtare të plota. Në fund, zgjerimi i BE-s mbetet një proces kompleks ku përplasen ambicjet gjeopolitike me realitetin politik. Integrimi gradual duket sot si rruga më e mundshme përpara, por debati është larg përfundimit.